Mezi po prisja të bëja një video të tillë. Siç e lexuat nga titulli, sot do i përgjigjemi pak komenteve të njerëzve që thjesht nuk ka çfarë bëj dhe duan të komentojnë, hejterave, quajeni pak si të doni. Tek video e fundit që hodha për review-n e këtij këtu iPhone 17 Pro. Momentalisht, video në TikTok ka 303.000 shikime dhe 291 komente. Sot duat i përgjigjem atyre më pikante dhe atyre që duhet i përgjigjesh pak me një video. Nëse kjo video do ju pëlqejë dhe doni video të tjera, gjithmonë suportoni me një like, një koment dhe një subscribe në kanal. Fillojmë direkt. Fillojmë me komentet e para, me njerëzit që me të vërtet nuk e dinë më se çfarë të komentojnë. Vazhdon kjo lufta, jo po Samsungu, jo po iPhone, jo po ky është më i mirë, ky është më i bukur. Nuk më intereson. Siç e kam thënë dhe do vazhdoj ta them gjithmonë, nuk ekziston telefoni perfekt. Zgjidh atë që do. Pik. Fillojmë pak me ato pikantet. Komenti i parë, prandaj humbën 100 bilion që ditën e parë pas publikimit se është aq i mirë sa thua ti. E kupton se çfarë do thot humbën 100 bilion? Nuk besoj se e ke kuptuar mirë. Nuk flasim për shitjet e telefonit, nuk flasim për asgjë. Flasim për bursën. Dhe bursa me çdo lëvizje që bëhet ndryshon, shitja aksionesh, blerja aksionesh, ky është ndryshimi. Nuk është se krijuan këtë dhe humbën 100 bilion brenda natës ose brenda ditës. Ky ban reklam i njëjti është 16 Pro Max. Reklam kujt? Sepse tag nuk ka, sponsor nuk është, asgjë tjetër. Ky është telefoni im, i bler me lekët e mia dhe për këtë unë do të them çfarë do dua unë. Ta shaj, ta lavdëroj, është në dorën time. Nëse të pëlqen, e shikon. Nëse s'të pëlqen, kjo është dera. Instaloj njerë PUBG-n, luajnja 4 orë dhe unë të kallzoja nxefet, sepse në video thash që telefoni nuk nxehet shumë. Por, duhet kontekstualizuar çdo gjë, nuk dëgohet një fjalë dhe vazhdohet me gjërat e tjera. Pse thash se nuk nxehet? Telefoni im i kaluar ishte një 15 Pro Max dhe me që njerëzit jo të gjithë e dinë, 15 Proja dhe 16 Proja që ishin të bërë prej titani vuanin shumë nga nxehtësia, sepse titani përçon shumë nxehtësinë dhe personi në fjalë më thot, luaj 4 orë PUBG dhe do e shikosh sa do nxehet. Të si të them, hidhe telefoni nga kati 7 dhe do e shikosh sa rezistent është. Në Mars nuk do zgjas gjysmë ditë bateria. Një informacion që është i vështirë mbase për të kuptuar. Bateria zgjat aq sa e përdor telefonin. Nëse ti e përdor gjithë ditën duke luajtur dhe telefoni arrin temperaturat 50 gradë Celsius, është normale që bateria do mbarojë më shpejt. Puna është që në një përdorim normal, telefoni të mbaj baterinë okay. Kjo është më e rëndësishmja. Nëse ti pastaj shikon 10 orë video YouTube, është normale që bateria do mbarojë më shpejt. Dhe komenti që i ktheva ishte pikërisht që 15 Pro Max im ose 14 Pro që kam pasur e kam mbajtur 2 vjet dhe për 2 vjet bateria më çonte deri në fund të ditës. Që unë nuk bëj një përdorim shumë të lehtë të telefonit, sepse bëj foto video, kthej emaile, kthej mesazhe, story në Instagram, videot në TikTok, pra gjëra që telefonit i peshojnë dhe i harxojnë baterinë më shpejt, pra varet gjithmonë nga ajo që përdor. Është si të marrësh një makinë të 2025-s dhe nuk ka asnjë problem dhe mbas ca muajsh të japi problemin e parë dhe njerëzit do thonë, ta shikojmë mbas një viti se çfarë do bëja makinë. Për 98% të njerëzve nga 12-ta deri te 17-ta nuk dallon asgjë. Të njëjtën punë bëjnë. Jam shumë dakord me atë që the. Ky koment që ti the sapo konfirmon faktin që ti dhe mbase shumë persona të tjerë nuk ju duhet të ndryshoni telefonin gjithmonë, nuk duhet të shisni port dhe nuk ju duhet as për punë. Të gjithë telefonat që ju merrni, ju bëjnë punë. Edhe ai që bën 200 euro, nuk e pse harxhon 1000 ca euro, 2000 euro për një telefon nëse nuk e përdor për atë gjë. Me ma fal ma ke fut. Nuk besoj se po do të falin 1500 euro telefon ti do thoshe, nuk e dua mos ma sill atë gjën. Apo jo. Po rren shumë e shumë. Akoma nuk e kuptoj pse duhet të mashtroj në video. Është telefoni im, janë produkte që i blej me lekët e mia. Nuk shes telefona, nuk kam dyqan që shet produkte, nuk fitoj asgjë nëse Apple shet më shumë, apo nëse Apple shet më pak. Edhe nëse do bashkëpunoja me Apple, prap, nuk do më intereson të asgjë, thjesht do më nisnin telefonin, ta provoja dhe të thoja çfarë të dua unë. Nuk të thot njeri gjë. Njësoj si 16 Pro Max është, vetëm kamerën para ka më të pastër. Dhe nëse ti do shikoje video deri në fund, do e kuptoje që unë thash, nëse ke një iPhone 15 e sipër, mos e ndro. Dhe me sa duket, 16 Pro Max i hyn pikërisht te kategoria iPhone 15 Pro e sipër, por me sa duket nuk ishte nevojë të shkoje videon deri në fund apo jo. Se je ekspert 16, çdo telefon dhe 50.000 lekë të blesh, po është i dal nga qesja do të mbaj bateri gjithë ditën. Sa të konsumohet për sa kohë, kështu që hiqe këtë. The një gjë që është normale që të ndodhi
Ideja është që kur krahasova baterinë e këtij nuk e krahasoj me një telefon që kanë kaluar 3 vjet që e përdor, e krahasoj me ditën e parë që bleva 15 Pro Maxin, ose ditën e parë që mora 14 Pro, ditën e parë që kisha 13-ën, 12-ën e kështu me radhë. Pra krahasimi që bëra për këtë ishte i njëjtë me atë që do bëja ditën e parë që bleva telefonin tjetër, jo mbas një viti që kisha 15 Pro Maxin tim. E kuptove kaq? Ja dhe kur doli 16 Pro Max, ik mor lej reklamat se e dim sa të mirë janë. Nuk e kuptova se çfarë do të thoshte me pjesën e parë ja kur doli dhe ka 16 Pro Max. Nejse, nëse kishe për faktin që unë fola dhe për 16 Pro Max, kjo është puna ime. Marr telefona, i bëj review dhe i sjell në video. Për këtë paguem. Nuk paguem për t'i bërë reklam telefonit, por paguem për gjëra të tjera. Dhe në rastin e këtij telefoni dhe të videove që shikoni të reviewve në profilin tim, nëse nuk shikoni tag poshtë, nuk është video e paguar, e kam bler vetë dhe reviewin e bëj si të më doj qefi mua. Provoje luaj Call of Duty Mobile ose PUBG, e sheh sa shpejt fillon me t'u nxeh telefoni. Prap i njëjti shembull, është si të marrësh një makinë, ta mbushësh me naftë, të ecësh në qytet, dhe pasaj t'ja shtrosh me 300 dhe të thuash, shiko sa shumë argjon makina jote. Unë s'di qa doa nesër buk, këta mendojnë të ndrojnë 15 Pro Maxin me 17 Pro Maxin. Atëherë me sa duket, kjo nuk ishte videoja për ty. Dil nga TikToku dhe shiko qa doash nesër. Një pyetje, shtet jot çfarë prodhon se ti thua 15 Pro Max nuk bën dhe ky tjetri i riu bën? Shtet jot çfarë prodhon? Rezart, nuk më duket se ke qartë pyetjen që doja të bëj apo jo. Ju çka kini përdorni vetëm iPhone, gjithë jetën më dhimbseni se nuk e dini, po e lexoj tamam se me sa duket nuk di shumë të shkuaj. Nuk e dini çka është me pas një super telefon siç është një Samsung S25 Ultra. Këto që ka arrit iPhone në 17-ta, Samsungu i ka pas shumë vite më herët. Mik i dashur, vit për vit, sa herë që iPhone-i nxjerr telefonat, sa herë që Samsungu nxjerr telefonat dhe sa herë që brendet e tjera nxjerrin, unë i marr i provoj, sepse i them, kjo është puna ime. Nëse të pëlqen, mirë. Nëse nuk të pëlqen, mund të vazhdosh. Dhe një kuriozitet për ty që ta dish ti dhe shumë të tjerë. Samsungu ka provuar 2 herë të më pagoj që të përdor vetëm telefonat e tij. Dhe unë nuk pranova. Pse? Sepse nuk mund të thoja ato që mendoja unë, por duhet të thoja ato që duaj. Me shumë dëshirë do i provoja dhe t'i kisha dhe si telefon të dytë, jo me kushte. Një koment tjetër që nuk di si ta lexoj, my done, maj don, këtë marr falas që i bën reklam se 90% të njerëzve janë të zgënjur. Eri them, nuk e mora fala se pagova nga xhepi im dhe është telefoni im personal. Nuk duket original se nuk e paska shenjën e mollës mbrapa. Doli dhe tjetri që tha që nuk është original, duhet të dite normalisht. E kupton që varet si bie drita dhe telefoni duket në një mënyrë ose në një tjetër drita. Sa po ka dal vlla, prit dhe një muaj pastaj shiko baterinë, sikur ky është telefoni i parë që përdor. Normali që bateria do bjeri. Puna është sa do bjeri, si mban në fillim dhe sa e mirë është. Kaq. 17 Pro është thuajse i njëjtë, ka disa te Sony Xperia të 2008-s. Ky është Sony Xperia i 2008-s, ky është 17 Pro. S'të dolën lekët për Pro Max. Brother, s'më dolën lekët për Pro Max. Shikon gjithë studion këtu, sa kushtojnë, kamera e parë, kamera e dytë, të gjitha kutit që shikon këtu, mendon se nuk isha 100 euro më shumë për Pro Maxin? Jo. Thjesht më pëlqen telefoni i vogël. Po ku ke pas mundësi me blej gjëra të tjera ti o shok? Ky të duket plak florini. To këtu besoj i shikoni që tani nuk kam se i nxjerr. Edhe nja 2 kuti MacBooku aty. Besoj se u sqaruam apo jo. Apo s'ke faj jo shumë se me lekët e babës blen edhe botën, po puno vetë dhe blije 2000 euro telefon të shofër si blijet. Kjo këtu është puna ime, e paguaj unë, nuk i afrohet fare Samsung S25 Ultrës, por prap Samsungu më lart në çdo gjë. Na plasi si që thash edhe në një story, nuk të vjen njeri polic në shtëpi nëse ke më të bukurin, më të shtrenjtin apo më të mirin. Merr çfarë të doj qefi. Pik. Edhe po s'të pëlqeu ty, kujt i plasi. Në të vërtetë je ti në videon time, nuk kam hyrë unë në videon tënde, kështu që fakti që e hape që të kuptosh më pëlqeu apo s'më pëlqeu. S'ke faj për juve të iOS-it një smartphone që nuk nxehet, do të thot shumë. Ke të drejtë, nuk është se S26 Ultra nxehet dhe mund të pjekësh dhe aty vezë mbi të gjatë vogla. Po lekët do na japësh ti ta ndrojmë? Tu duk se thash merr ndro telefonin, bëj ç'a duash. Jo, është review e telefonit. Nëse do ta ndrosh, po, nëse nuk do ta ndrosh,
s'më ndryshon asgjë. Nuk ja vlen 1 lek, titanin, alumin, një kapaçk plus gërvishtet jashmase. Doli dhe inxhinieri i materialeve. Kam një lajm të bukur për përdoruesit iPhone-it, prandaj mos u mburrni më se telefona më të lodhur nuk gjen. Është futur online dhe ka gjetur një që thot Samsungu vazhdon të dominojë në ekranet, të cilat shpesh i prodhon dhe për konkurrencën me zmadhimin e kamerës dhe me bateritë. Mendja. Mjafton të jetë iPhone dhe nuk vlen as 1 lek. Imagjino në 2025 ka bateri të madhe, thot ndërkohë Samsungu ka 5000 mAh që në 2002-shin. Dhe fakti që ti the këtë sapo kuptove si funksionon Apple, nuk të thot kur sa bateri ka, dhe imagjino që me 5000 mAh mban nivelin e Samsungut që vazhdon e rrit akoma. Quhet software optimization, optimizimi i softwareit. Dhe këto ishin vetëm disa nga shumë komentet e tia që janë bërë, ka pak ato më me spec dhe që doja t'i kthea një përgjigje tamam në video. Kishte video ironike për ata që nuk e kuptuan akoma, ishte një video për të thënë njerëzve që bollu zut për budalliqe online kot. A është ky më i miri, unë kam më të mirin, ai ka atë, nuk i intereson njeriu nëse unë kam telefonin e fundit, ai tjetri ka akoma dhe një më të mirë, e ky asnjërit nuk i intereson. Secili telefona që i merr për qef, për punë dhe për gjëra të tjera. Në rastin tim i marr për punë. Prandaj them dhe në videot e ndryshme, nëse nuk të duhet për punë, mos e ndro sepse nuk ja vlen të ndrosh telefonin vit për vit. Jam pothuajse gjithmonë njësoj dhe ndryshojnë gjëra të vogla. Nuk ka lidhje iPhone, Samsung apo brende të tjera. Prodhuesit do mbajnë gjithmonë pothuajse të njëjtin telefon me vitin e kaluar dhe do e ndryshojnë një herë në 3-4 vjet mbase, sepse nëse ti këtë telefon e ndron çdo vit, nuk të dalin llogarit në fund dhe nuk fiton aq lek dhe aq miliona sa duan, sepse kompanitë kanë dalë që të fitojnë lek ata, jo të fitojmë ne. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Nëse doni video të tjera ironike këtu në YouTube, këtu në poshtë në komente mund t'ma thoni dhe me një like në kanal. Ne shihemi në videon e radhës.